Trëndafili i egër, një mrekulli për shëndetin, ja si ta përdorni për të trajtuar këto tre probleme. Të plakesh është e pashmangshme, megjithatë varet nga çdo person procesi i përshpejtuar ose i vonuar i plakjes. Vitamina C është një nga vitaminat më të rëndësishme kur bëhet fjala për cilësinë e indeve të trupit dhe gjithashtu vonimin e plakjes suaj. Por cilat janë ndikimet që ato mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme në shëndetin tuaj? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ka lëndë ushqyese që mund të merren nëpërmjet ushqyerjes, të cilat siç janë për shembull trëndafili i egër, që mund të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e organizmit dhe gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Trëndafili i egër është një ushqyes i cili mund të luajë një rol pozitiv në shëndetin tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ka lëndë ushqyese të cilat mund të merren edhe përmes konsumit të trëndafilit të egër. Kokrat e trëndafilit të egër janë të afta të reduktojnë një sër komplikacionesh të organizmit, si variqe dhe inflamacione të muskujve, gjithashtu edhe të tendinave, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Për sa i përket estetikës, trëndafili i egër është veçanërisht për trajtimin e rrullave të lëkurës dhe në luftën kundër plakjes. Melidian Plus rekomandon konsumin e tij gjatë gjithë vitit, pasi përmban shumë vitaminë C, më shumë se sa portokalli dhe limoni, dy agrume shumë të vlerësuara në fushën e mjekësisë. Përdorimi i kokrave të trëndafilit të egër, qoftë si krem, reçel, lëng ose nëpërmjet ilaçeve, ndihmon gjithashtu edhe në trajtimin e problemeve dhe inflamacioneve në traktin respirator, gjendje që zakonisht manifestohen me ftohje për shkak të temperaturës së ulët ose ndryshimeve drastike të motit. Trëndafili i egër është një përzgjedhje që mund të japë shumë element pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ai mund të japë gjithashtu rezultate të mira edhe në shëndetin e përgjithshëm, gjithmonë i kombinuar si duhet në dietën tuaj dhe i konsultuar dhe i rekomanduar nga një ekspert. Trëndafili i egër do të japë shumë rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit. Trëndafili i egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e tij në kurimin dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh janë vërtet të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesë që ndihmon në lehtësimin e komplikacioneve janë për shembull edhe frutat e kuqe. Frutat e trëndafilit të egër ndihmojnë mjaft në lehtësimin e disa komplikacioneve mjaft të përhapura në shëndetin tuaj. Një ndihmë të madhe u ka dhënë edhe personave të cilët vuajnë nga anemia, për rritjen e numrit të rruzave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës. Mjekët këshillojnë përdorimin e tij me kujdes në këto situata dhe gjithashtu do të merrni rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Për të përgatitur këtë çaj do ju duhen 7 kokra të trëndafilit të egër të coptëzuara mirë dhe më pas hidhen në një enë me ujë dhe lihen të ziejnë për 10 minuta. Më pas ëmbëlsohen me mjalт dhe konsumohen çdo ditë para buke. Rezultate të mira kjo bimë jep edhe në parandalimin e komplikacioneve të mushkërive, të shkaktuara kryesisht nga ftohja e tepërt dhe pirja e duhanit, gjithashtu edhe komplikacioneve të tjera, sidomos edhe për shkaqe të virozave. Mënyra më e mirë për të përdorur trëndafilin e egër është edhe në përdorimin e tij si lëng ose në receta të ndryshme që mund të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kokrat e trëndafilit të egër do të japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e shqetësimeve. Kokrat e trëndafilit të egër ose të njohura ndryshe në disa zona të vendit si kaça janë bimë medicinale me efekte të fuqishme në organizmin e njerëzit. Kokrat e trëndafilit të egër thahen dhe janë të gatshme për të përcjellë të gjitha vlerat ushqyese për shëndetin e njerëzit, kryesisht edhe në formën e tyre të çajit. Meqindra familje shqiptare kanë aktivitet jetësor mbledhjen e trëndafilit të egër, por edhe të bimëve të tjera medicinale të cilat pasi grumbullohen kanë si destinacion eksportin, por edhe tregun vendas. Trëndafili i egër ose roza canina ka vendlindje në Europë dhe Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë bimë të veçantë.
Kjo shkure e egër është me degë gjëmbore dhe arrin nga 2 deri në 4 metra lartësi, ka një rrënjë të gjatë dhe fibroze. Degët e saj çelin lule të bardha ose shumë ngjyrëshe, nga roza deri në më të zbehta. Ato janë nga 5 deri në 7 petale, nga fillimi i pranverës çelin deri në mes të verës. Kokrat e trëndafilit të egër kanë treguar që përdoren gjerë edhe në fushën medicinale. Ato janë të pasura me vitamina, acide yndyrore, antioksidant, madje bëjnë një metodë domethënëse për përfitimet e vlerave ushqyese, fale edhe përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Kokrat e trëndafilit të egër mund të përdoren në formën e çajit, të bëhen reçele ose marmalada të ndryshme dhe mund të përfshihen edhe në ushqime të tjera. Varieteti i tyre i thatë, që përdoret si çaj, gjithashtu është më popullori. Gjithashtu, kokrat e trëndafilit të egër janë të pasur me nivele të mira të antioksidantëve. Këto kokra kanë nëpër masat e qershive dhe janë një thesar i vërtet i organizmit tuaj që mund t'i ofrojë shumë përfitime. Zakonisht i gjejmë në ngjyrë të portokalli ose të kuqe. Janë të pasura me nivele të mira të vitaminës C, që është një antioksidant shumë i fortë që përmban nivele të larta të karotenoideve dhe substanca të tjera, të cilat janë edhe të mira për shëndetin. Parandalon luhatjen e sheqerit në gjak. Ekspertët e bimëve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të mbajtur në kontroll luhatjet e sheqerit. Shkencëtarët në Universitetin Gazi kanë kryer eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit të egër edhe në parandalimin e simptomave dhe është vënë re se etanoli të trëndafili egër shërben si antioksidues, hipoglicemik dhe antidiabetik, që mund të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu, trëndafili i egër është një ndihmë shumë e mirë në shëndetin e lëkurës. Kur lëkura juaj lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, krijon terren edhe për krijimin e komplikacioneve, që është një nga problemet më të dëmshme të saj. Sipas shkencëtarëve japonez, përbërësit e trëndafilit të egër kanë efekte penguese ndaj enzimave, ndaj procesi prodhimit të qelizave të dëmshme, mundet të lehtësohet ndjeshëm me përdorimin e kësaj bime. Trëndafili i egër ndihmon në punën e shëndetit të zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës te personat të cilët janë obez. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ul edhe nivelin e tensionit të gjakut, gjithashtu edhe problemet e kolesterolit. Si rrjedhoi, trëndafili i egër do të ulë shanset për probleme vaskulare dhe si pasojë e këtyre komplikacioneve. Shumë studime janë bërë tek njerëzit që janë mbi peshë dhe kanë nivele të larta të kolesterolit, ku është parë se përfshirja e trëndafilit të egër në këto dieta mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Trëndafili i egër është një bimë e cila do ju vijë në ndihmë edhe kundër problemeve të ftohtit. Trëndafili i egër përmban edhe elemente të mjaftueshëm të ushqyesve që lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit. Shtimi i trëndafilit të egër në dietën tuaj do të përmirësojë organizmin, falë niveleve të larta të vitaminës C. Si rrjedhoi mund të përdoren gjithashtu edhe në kuadër të problemeve të ftohjes, duke lehtësuar edhe komplikacionet. Trëndafili i egër mund të përdoret kundër shqetësimeve të lëkurës. Përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër është mjaft i mirë kundër disa problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë gjithashtu edhe terapeutik, shuajnë njollat e lëkurës, hidratojnë atë dhe zbusin dhe mbajnë gjithashtu edhe më të shëndetshme. Trëndafili i egër është një bimë që mund t'i japë përfitime të rëndësishme edhe kundër çrregullimeve të stomakut. Trëndafili i egër mund të përdoret për të trajtuar edhe problemet e stomakut, si spazmat, irritime dhe problemet e ulçrave. Kryesisht është të përdorur si një tonik kundër problemeve të tretjes dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ai qetëson dhe trajton problemet dhe simptomat e diarres, problemeve të zorrve, fshikjes së urinës dhe problemeve urinare. Është e rëndësishme të përdoren me kujdes dhe gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun ose specialistin e duhur të këtyre recetave. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.